sot jam para jush për të shprehur ngushëllimet e mia më të ndjera familjes, miqve të afërmve, të dëshmorit të kombit Enea Mekolli, komunitetit të Maliqit, të dënoj me forcën më të madhe këtë krim të shëmtuar i sponsorizuar nga shteti i lidhur kë me kokë me krimin. Enea Mekolli ishte njëri idealist, i cili pasi vllau i tij në polici ndahet nga jeta për shkak të një sëmundje, kërkon të vazhdojë misionin e të vllait. Sigurimin e jetës, veprimtarisë, ligjit të qytetarëve shqiptarë. Në këtë aspekt, aja është 2 herë dëshmor. Dhe familja e tij është një familje me kontribute shumë të mëdha për sigurinë e qytetarëve, jetës, veprimtarisë, rendit, ligjit qytetarëve shqiptarë. Por aq sa është e dhimbshme vrasja mizore nga një dorë kriminale e policit në detyrë, aq e kriminale e shëmtuar është qëndrimi i shtetit, i narkoshtetit ndaj vrasësit, i cili kishte 9 vite në kërkim, gjoja në kërkim, dhe që financohej nga fonde shtetërore për të ndërtuar stalla, konache, ngrehina, mbashtrua bagti, sikur të ishte një fermer i nderuar. Vrasja e Enea Mekollit dëshmon në mënyrën më të qartë se rendi, ligji, siguria në këtë vend është në dorë të krimit. Është në dorë të kriminalëve. Vrasja e Enea Mekollit nuk mund të qëndronte 9 vite në kërkim, të mbashtronte bagti dhe stalla, pa përkrahje të plot të pushtetit. Dhe ajo, si të dëshmojnë dokumentat, ajo përkrahje ka ardhur edhe me financime falas ndaj veprimtarive të tij. Sot, jeta e çdo shqiptari është në dorë të krimit. Dhe kjo, për faktin e vetëm se qeveria është e lidhur kë me kokë me krimin. Ndaj dhe
Kjo është një ngjarje tmerrsisht tronditëse. U vran kryet detyrës. U vrap në zbatim të ligjit. Por rënja e tij në kryet detyrës ka dhe një problem tjetër madhor. I cili duhet hetohet. A ishte njësia e tij ajo që duhet dërgohej për arrestimin apo neutralizimin e një banditi të armatosur, e një kriminali të armatosur? Apo janë njësi tjera, ato të cilat në ligj kanë detyrë të përmbushin të mision? A ishte njësia e Mekollit e pajisur me të gjitha mjetet për mbrojtje nga armët e zjarrit? Është shumë e vështirë të besohen komunikatat e kreut të policisë, i cili me to kërkon me çdo kusht, në vend të dorëheqjes së menjëhershme, kërkon të mbrojë karrigën e tij. Çdo komunikat dhe çdo veprim bëhet me miratimin e drejtorit përgjithshëm në polici. Cili ishte roli i tij në këtë operacion? Sa e vërtet është dhe çfarë lloj jeleku antiplumb kishte Enea Mekolli? Janë të gjitha këto pyetje të cilat Komisioni i Sigurisë në Parlament duhet t'i shqyrtojë, mbasi të tjerët janë në duart e krimit. I bëj thirrje dhe prokurorisë hetoj, por angazhimi i Komisionit të Sigurisë Parlamentit është i domosdoshëm. Operacioni i tillë më spaku mund të thuhet i keq organizuar, i keq planifikuar. Të kontrollohen mirë të gjitha komunikimet që vrasi ka patur për të parë nëse kemi një dekonspirim të operacionit apo jo. Se për të maskuar këtë, shprehen se mbante disa qenë. Dhe sigur pas ka njoftuar qetat e se do shkoj policia për ta rrethuar. Këto ngjallin shumë dyshime. Por edhe një herë shpreh nderimin tim më të madh ndaj Enea Mekollit të rënë në kryet detyrës si trim, si një heroj vërtet, dënoi me forcën më të madhe dorën gjakatare që i mori jetën, por dhe gjithë ata të cilët në një mënyrë ose një tjetër janë direkt apo indirekt të implikuar në këtë akt shumë të rëndë. Ju ftoj ta nderojmë me 1 minutë heshtje dëshmorin e kombit Enea Mekolli.
i përjetshëm kujtimi i tij. I hapur për pyetje. Zoti Berisha, cili është qëndrimi i Partisë Demokratike ndaj protestës qytetare që prej 5 ditësh sot bëhet dita e 6, po protestojnë para godinës së qeverisë? Qëndrimi ynë ne mbështesim plotësisht të drejtën e çdo qytetari për protestë, në mënyrë të palëkundur. Qëndrimi ynë është ky. Ajo është një protest, nuk është e thirrur nga Partia Demokratike dhe nuk ka asnjë thirrje që të mbështetet nga Partia Demokratike. Kështu që ne, në moralin e plot të qëndrimit ndaj protestave, nuk kemi asnjë tendencë që të kemi, pra, qëndrimi ynë është respektimi i plot i protestës. Nuk mund të marrim përsipër asnjë hap i cili mund të krijojë debat të çfarëdo lloji. Pra ne respektojmë, kemi theksojmë, qytetarët e lirë janë, qytetarët e lirë kanë të drejtën të protestojnë për çdo gjë që ata e gjykojnë të arsyeshme. Partia Demokratike ka agjendën e saj të protestave dhe kur ajo thret protest, ajo është e hapur për të gjithë qytetarët që duan të angazhohen. Në këtë kontekst, ne, thash dhe një herë, respektojmë plotësisht protestën. Zoti Berisha, a do ta konsideronte të vlefshme hetimin e SPAK-ut për çështjen Balluku Partia Demokratike nëse SPAK e zgjeron hetimin dhe kërkon heqjen e imunitetit, rikërkon në kuvend heqjen e imunitetit të zonjës Balluku së bashku me akuzën e re të korrupsionit ndaj saj? Unë mendoj se çështjen Balluku Rama raport me SPAK-un e ka mbyll përfundimisht. Nuk do e mbyll kurrë raport me opozitën. Ky është qëndrimi ynë. Ky është ajo çka ne mendojmë. Ai raport me SPAK-un e ka mbyllur përfundimisht, raport me opozitën nuk do ta mbyll kurrë. Ajo është një çështje që s'mbyllet kurrë. Berisha, Mariglen Kume nga MCNTV. Pak ditë më parë, zoti Berisha, në prokurorinë e posaçme ishte një prej antarëve të Komisionit të Prokurimeve Publike, e thirrri SPAK-u, dhe thirrja e tij ishte në lidhje me çështjen e dosjes së Akshit. Por a duhet të shkonte sipas jush edhe nën kryetari në cilësinë e kryetarit, pasi kryetari mungon në KPP dhe gjithë pjesa tjetër e KPP-s, duke qenë se për lëvizjen e KPP-s ka rol ose lëvizja bëhet nga kryetari i saj ose nën kryetari në mungesë? Tani, ju i dishmitar që Akshi është jetimi pa shpresë. Edi Rama në konflikt flagrant interesi ka marrë përsipër avokatin publike të hapur ndaj Akshit. Ju, më falni, mos harroni përgjërimet e tij për mirëlindër
e gjorë, që ka vjedh miliona euro, 10 milion euro të qytetarëve, që kryesonte një grup të strukturuar kriminal dhe që ky shpalte të dlirt sa vetë pafajësia. Kjo është, mos harroni një moment tjetër, kocka më e fuqishme mafioze e Shqipërisë dhe Europës, Gysa-Gasi, i ati ti shpallet fisniku i Partisë Socialiste.